Post Prishtinës dhe Hagës, protest për lirimin e ish-krerëve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës është mbajtur edhe në Tiranë me moton drejtësi për shqirimtarët. Mijëra shqiptar nga të gjitha trojet u mblodhën në sheshin Skënderbej në protestën gjithkombëtare, të organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Shqirimtare të Kosovës. Protesta nisi me interpretimin e himnit të flamurit. Në duart e protestuesve u pa flamuj kuqezi, e simbole të UÇK-s, ku nuk mungonin edhe pankarta me mbishkrime të shumta. Fjalim mbajtën personalitetet të rëndësishme politike, duke kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-s dhe njëkohësisht duke theksuar se gjykimi ndaj tyre është i padrejtë, pasi ata kanë bërë detyrën më të lartë për vendin, kanë mbrojtur Kosovën. Nga kjo protestë, e cila përfundoi pa ndonjë incident, është paralajmëruar që një protestë e tillë do të zhvillohet edhe në Shkup. Kujtojmë se gjatë ditës së sotme janë nisur drejt Tiranës mbi 60 autobus nga qytete të ndryshme të Kosovës.